Loredana tërbohet ndaj aludimeve për meshkuj çdo javë. Ja reagimi i saj. Loredana Brati, ish banorja shumë e komentuar e Big Brother VIP 4 dhe së fundmi pjesë e përputhen, ka reaguar publikisht pas themeve të shumta që po qarkullojnë për të në rrjet. Prej disa ditësh, emri i saj është lidhur me një konkurrent të përputhen, duke u aluduar se një romancë e mundshme ishte dhe arsyeja e largimit të saj nga programi, ku kishte rolin e Kupidit. Por në një lidhje telefonike për Live from Tirana me Ronaldo Sharkën, Loredana ka hedhur poshtë gjithçka, duke e quajtur situatën një sajes qesharake. Më mërziti pak të lexoja ato budallallëqe, por do kaloj. Reagimi i fansave më dha shumë forcë, e ndjeva që më përkrahën. Më kam parë për 4 muaj në Big Brother VIP dhe e din kush jam, u shpreh ajo. Loredana sqaroi edhe foton e publikuar, ku shihej në shoqërinë e një djali në dhërmi, foto që ndezi aludimet për një lidhje të re. Ky djali punon në restorantin ku unë po haja drek. U ulëm një qas bashk dhe dikush bëri foto. Javën e kaluar më bën me lajërtin, këtë javë me këtë tjetër. Po si t'ja bëj, të mos takoj ma asnjë njeri? Ajo shtoi se lidhja me programin përputhen kishte përfunduar më herët, dhe jo për shkak të ndonjë lidhjeje. Kam kohë që e kam ndërprer. Nuk e lash për këtë situatë. Kisha arsye të tjera personale. Po të isha në lidhje vërtet, do ma hapte probleme dhe nuk do e bëja publike kështu. Në fund, Loredana u bëri thirrje portaleve që të ndalen së ndërtuari histori të pavërteta. Para se të krijojnë fabula, të mendojnë një herë më thellë. Një grua nuk mund të etiketohet çdo javë me një emër të ri. Abonohuni në kanalin ton për të rejat e fundit nga showbizi shqiptar.